është në një konsultim të brendshëm, Partia Demokratike është më mirë se Partia Socialiste, se të paktën në Partinë Demokratike ke Z, pra ke dhe Z për edhe kundër. Në Partinë Socialiste nuk ka Z, edhe diti aty ku nuk ka Z, do të thotë që diçka nuk po shkon mirë, sepse është parti politike, nuk është një subjekt që më thoshti është një kompani private, edhe në kompani private du të ke Z. Pra, është një parti politike dhe në rast se kjo parti politike nuk flet, nuk gjeneron frymarrje dhe oksigjen kundërshtues, është drejt vdekjes dhe vdekja do të jetë e pariparueshme, përsa Partia Demokratike edhe pa pushtet akoma ekziston, përsa Partia Socialiste është vetëm me pushtet. Avokat, milioni t'ju konsultoj. Se në rastin e Veliaj nuk u pa ndikimi fare tek zgjedhjet e përgjithshme, pavarësisht se kryetari i Bashkisë së Tiranës më të madhe në vend, me një strukturë të tillë, u arrestua. Pra ishin strukturat që qëndruan. Rama, sepse Partia Socialiste ka një pjesë të strukturave të saj, jo të gjitha. Që do thot, Partia Socialiste sa është në pushtet, do ketë struktura, se ka lekun dhe pushtetin. Në rast se ik njëra nga të dyja, Partia Socialiste ka pjesërisht struktura, jo tërësisht. Të themi atë që është. Pra do të thot, Partia Socialiste ka të sigurt 300.000 votues. I ke të sigurt. Pra, edhe si kur të dali kryetari të shaj nga mjesë deri në darkë me libër shtëpie, ta kesh të sigurt që ajo e ka elektoratin e vet. E ke të sigurt të gjë. Pastaj, gjatë kohës, për shkak të misive dhe kështu gjërash, shtohet elektorati, po jo struktura. Asnjëherë Partia Socialiste nuk ka një strukturë e cila të ishte mirë organizuar. Pse do të thosha këtë gjë? Sepse në rast se marrim referencë zgjedhjet e 2025-s, Partia Socialiste dhe Partia Demokratike kanë 500.000 vota njëra tjetra. Pra, njëra pa pushtet, tjetra në pushtet. 350.000 vota që ka marrë plus Partia Socialiste, ato janë vota të cilat vinë një nga emigrantët ashtu se shpërbo rasti i famkeq i zgjedhjeve tyre, pra që kanë votuar, dhe rasti tjetër i presionit në sektorin privat, duke bërë presion ndaj bizneseve që kanë punëmarrës shumë dhe duke i vendosur gjoba, pra presionin. Më jep kaq vota, së përndryshe ta dogja dyqanin. E kupton në cilën fazë. Pra, kjo nuk mund të përkthehet si strukturë. Pra, nuk mund të konvertohet presioni, pengmarrja si një strukturë politike. E kupton? Pra, është e palogjikshme kjo që po thua. Ajo që ti thua është po, që PS-ja ka strukturë, po struktura e saj është kur nuk ka pushtet dhe nuk ka para, po ka një pjesë të strukturës së saj. Por ti nuk mund të quash strukturë një parti e cila jeton dhe punon mbi presionin. Ajo nuk quhet strukturë. Ajo çfarë thotë? Thotë në gjuhën e krimit quhet presion. Pra unë të marr peng ty duke të thënë, nuk do të bëj kompanisë tënde gjoba, për 2 vjet e ketë garantume, po sa punoj s'ketit 5.000, shumë mirë. 4.000 dua unë. Ke demokrat, po, atyre i meja kartën identitet dhe pasaportës që mos votojnë atë ditë. Ç'ti e quan ti këtë? Strukturë quan, po, strukturë grupit strukturar kriminal që pengon zhvillimin e demokracisë. Megjithatë task force nuk mund të më quash Parti Socialiste superstrukturë. Jo, nuk është superstrukturë. Është për shkak të nevojës ekstreme ose të kanosjes ose të përdorimit të pushtetit me forma presioni. Presioni dhe përveç kësaj satanike do thoja për rastin e një partie që do të konkurojë. Pra, Partia Socialiste kur në jetën e saj politike nuk ka përdorur transparencën, llogaridhënien, meritokracinë si jetës së saj politike. Thjesht ka jetuar në presion, shkon fol me një komunist ose me një socialist edhe thënë që jeton me kanosje. Nuk jeton ai me liri, se në rast se do të ishte i lirë, nuk do lente Edi Rama të keq përdor të
simbolin e Partisë Socialiste. Do të them edhe një rast tjetër. Pse rilindja iku dhe pastaj Rama u detyru të kthej Partisë Socialiste? Sepse nuk ishte struktura e rilindja. Rilindja u fut nga strukturat e PS-s. PS-ja brenda tha, ore kemi disa struktura, po na iki se ke gjithë rilindjen, dhe ai në 2017 riktheu Partinë Socialiste. E moment që për 4 vite nuk ekzistonte Partia Socialiste dhe mbrapa kishin disa budallë që bënin sikur ishin socialistë. Dorsa tani të ka rikthyer Partia Socialiste, të ka rivendosur në strukturat e Partisë Socialiste rilindasit, pra interesatxhi, servila, sepse ata kanë ikë nga vendet ku kanë qenë përpara dhe kanë ardhur tek Partia Socialiste dhe ata kanë fryrë strukturat, por strukturat reale Partia Socialiste ka në bazën e saj, pra te 100 me 150.000 maksimumi struktura konkrete, të vërteta. Ato të tjera janë thjesht struktura imagjinare, pra të fryra, të cilat në rast se ikën para dhe pushtetat shfryn më njëherë dhe Partia Socialiste shkërmoqet brenda rrethit të saj që nuk mund të kaloj si strukturë më shumë se 150.000 votues. Prandaj, kjo pjesa tjetër që themi që Partia Socialiste është akoma në pushtet, është për shkak të presionit, pra nepotizmi në administratën publike, pra çfarë ndodh, të vendosun ty në një drejtori, po, merr gruan, familjen, burrin, gruan, çfarë do ti ato që ke bankomat, që ke nga mrapa të vetes, i fut në pushtet dhe ato normalisht çfarë bëjnë? Nuk është se bëjnë diçka mirë për vendin, po çfarë bëjnë? Sigurojnë vendin e punës duke konvertuar me votë, që do të thotë, unë futem në punë dhe ty të jap vota. Pra, në këtë formë, kjo nuk quhet strukturë, kjo quhet interes. Kur tek ai interesi vjen dikush tjetër që është më i fortë se ky, atëherë këta do të ikin nga ky dhe do ikin diku tjetër, sepse kështu është qarkullimi në politikë. Prandaj nuk janë dakord me këtë gjë dhe Partia Socialiste do shkërmojë